Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për situatën politike atje në fillim të kësaj jave që pritet të jetë mjaft e ngjeshur. Do të flasim me politologun Selatin Kokoqi. Zoti Kokoqi, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Çfarë prisni që të dalë nga kjo javë përveç kryetarit të ri të PDK-s? Ndoshta edhe kryeministri i ri mundet apo është e pamundur? E pamundur nuk është, mirë po gjasat si duket janë shumë të vogla, themi ashtu, nga se nuk kemi pa ndonjë aktivitet spaku të bashkëpunimit apo të partive politike, ndonjë marrëveshje politike, sepse partia e cila nuk i ka numrat për momentin, është shumë afër, mirë po nuk i ka gjithë numrat që të krijojë qeveri, nuk kemi pa aktivitete për marrëveshje politike me subjekte tjera, ndoshta ka aktivitete të cilat drejtohen drejt deputetëve të caktuar, mirë po edhe ato sinjalet janë që nuk ka diçka të tillë. Mirë po gjasat ekzistojnë, mirë po nuk besoj që do të ketë qeveri. Numrat nuk janë, është duke u pritur dita e fundit si duket, sepse mërkurën me duhet është dita e fundit kur duhet të votohet. Po nuk do të befasohesh edhe nëse do të kemi një qeveri konjufca, themi tani. Ramush Haradinaj nuk e ka mohuar asnjëherë vlerësimin për konjufcën, por në këtë rast ja mbylli derën edhe ai. Po shiko, vlerësimi për konjufcën përgjithësi kur e shohim nga këndvështrimi i opozitës sa i përket përfaqësuesve të lëvizjes vendosje ka qenë më ndryshe, sepse ai është distancuar disa mënyrën e udhëheqjes së mbledhjes së Kuvendit të Republikës Kosovës gjatë mandatit kaluar. Kështu që ai qëndron, mirë po gatishmëria për bashkëpunim për të krijuar qeveri nuk është nga asnjë subjekt tjetër politik, duke përfshirë edhe AKN e Ramush Haradinaj. Kështu që siç thash, sa i përket asaj që ne dimë dhe shohim dhe ndëgjojmë, nuk ka ndonjë aktivitet për arritje ose nuk ka pasur deri tani aktivitet për arritjen e marrëveshje politike. Përderisa ekziston mundësia ndonjë deputeti, mirë po siç thash më nuk besoj që do të kemi asnjë. E përjashtoni që edhe zhvillimet brenda PDK-s me kryetarin e ri ta mbyllin për nuk besoj që PDK sot me siguri do ta zgjedhin kryetarin e ri, që pritet sipas gjitha gjasave të jetë zotëri Petri Hamza. Po nuk besoj që kjo do të ndrojë qëndrim të PDK-s për të bashkangjitur në një koalicion me lëvizjen vendosje, themi, edhe me pakica tjera për krijimin e qeverisë në këtë fazë. Ndoshta do të flisim ndryshe nëse do ishte fitues Enver Hoxha, sepse ai është shprehur më parë pro një koalicioni me vetvendosjen. Po shiko, ai është shprehur, është vërtet, mirë po edhe Partia Demokratike si parti politike i ka organet e veta, të cilat edhe vendimet për koalicione nuk mund të merren vetëm nga kryetari, edhe po të ishte zotëri Enver Hoxha ose Petri Hamza, se ende nuk e dim se cili do të jetë. Mirë po besoj që ajo do të ishte një vendim i cili duhet të kalojë nëpër strukturat e partisë dhe ka disponimi ose themi edhe më ndryshe, vetvendosje deri tani ka bërë oferta gjitha partive politike tjera gjatë kohës kur tentoi zotëri Kurti të krijonte qeverinë e re, po Partisë Demokratike nuk i kishte bërë dhe nuk dëshironin. Do të thotë edhe po të jetë gatishmëria si duket nga PDK-ja, nuk do të kemi gatishmëri nga lëvizja vetvendosje. Kështu që nuk besoj pa marrë parasysh se kush do të jetë kryetari i zgjedhur tani i Partisë Demokratike që do të futen në një, do ta quaj aventurë të tillë për krijimin e një qeverie. Ai zgjidh problemet e PDK-s kryetari i ri, sepse Enver Hoxha e shpreu pak ditë më parë një postim në rrjetet sociale që nuk mund të ketë një fillim të ri me metoda të vjetra. Po shiko, problemet e PDK-s ne i quajmë, themi, sfidat, se nuk do të thoja probleme, sfidat e PDK-s janë të tilla që nuk besoj që vetëm ndrimi i kryetarit do t'i zgjedhë. Mirë po, në përgjithësi PDK ka qenë shumë stabile gjatë asaj periudhe kur liderët e saj kryesor nuk janë në Kosovë, do të thotë edhe me kryetarin Memni Krasniqi ajo ka arritur të mbajë atë stabilitetin si për nga vota, si nga aspekti ruajtjes së komunave në zgjedhjet lokale, kështu që nuk besoj se do të ketë ndryshime të mëdha, problemet themi si rasti i Drenasit që u paraqit tani me largimin e kthyrjen që ishte, ndoshta kjo do të rregullohet, themi, sepse kjo ishte diçka e papritur, ndoshta nuk është menaxhuar më së miri nga ana e PDK-s. Mirë, po nuk besoj se ka pas probleme shumë tjera më, ndoshta është edhe kjo ideja e pritjes së kthimit të liderëve, e cila në farë mënyrë ndoshta nuk lejon PDK-n që të ecë tutje, themi, ose të dalë nga ajo situatë, po besoj që me zgjedhjen e kryetarit të ri dhe tani me siguri me zgjedhjet tashme nëse do të marren së shpejti,
PDK-ja përsëri do të jetë aty ku është. Nuk besoj se do të ketë ndonjë luhatje të madhe. Pra, keni besim që Hamza do të dalë nga hija e Memli Krasniqit e Guacka e komandantëve në Hag? Unë besoj shumë, zoti Hamza është njëri i respektuar, ka përvojë të gjatë, ka pas edhe pozita të ndryshme në institucione dhe ka treguar një integritet të lartë, themi, edhe si kryetari i komunës së Mitrovicës së fundi, kështu që a do të dalë nga mendoj se gjithë kjo puna e daljes nga Guaca e komandantëve, këtu është më shumë një narracion i krijuar i cili nuk pëlqen Partinë Demokratike të jetë përpara, ka marrë negative kjo e komandantëve gjithmonë, mirë, po do të harrojmë se këta komandantë ishin ata cilët kanë luftuar me UÇK gjatë luftës së fundit dhe meritat e tyre janë nuk duhet nënvlerësuar dhe nuk duhet t'i shohim ata si një keqe, ata është një mirë e këtij vendi. Tash se si ata arrin të menaxhojnë partitë, ke fundit është çështje e brendshme e Partisë Demokratike, mirë, po nuk guxojmë jo, po nuk është kjo, themi, për një gogoj, themi për... Dakor, por juve nuk ju duket që në vitet e fundit pas arrestimit tyre PDK-ja ka qenë më shumë e komanduar se sa e drejtuar? Po themi aty diku në mes, themi ishte kjo pritja menaxhimit, themi partisë në pritje të kthimit të liderëve, dhe kjo nuk lejon të ndoshta që të bëhen hapat vendimtar, themi. Po ndoshta tash edhe ka koha që me ndrimin ose zgjedhjen e kryetarit ri, ndoshta edhe PDK do të arrijë të bëj hapa, themi, përpara në kuptimin e mospritjes apo daljes nga Guaca, si thuaj, kaluarës, kështu që besoj që tash ata kanë parë që pritja nuk jep rezultate, duhet të ecim përpara. Të ecim përpara, por më shumë në këtë moment në opozitë kësaj partie i nevojitet edhe është i duhur i një si Bedri Hamza, pra më shumë ndoshta edhe gaboj, po teknikcien, apo ndoshta një figurë më fort çik politike që mund të sjellë një ide më shumë politike. Po tash thuhet pyetja cila figurë është brenda PDK-s e cila do ta mbushte këtë vakum apo këtë. Sepse edhe zgjedhjet në mënyra si u bën që ai që iku zgjodhi atë që do vinë, kohë kaq rekord. Si duket, ai nuk e zgjodhi këtë, sepse tek e fundit duhet të votojnë organet e mbrëmshme të partisë. Si, për te asaj edhe ju e dini që ish kryetar. Ndikimi është i madh. Po, ish kryetari, si duket, mbështet zotri Hamzën. Kjo ishte e qartë, mirë, po prapë në fund janë institucionet e mbrëmshme të PDK-s, konvente, e cila vendos, nëse ata japin besimin, kuptohet që në ndikimi ish kryetarit me siguri e ka atë peshën e vetë, mirë, po prapë në fund vendos konventa, Këshilli i Përgjithshëm apo si e ka të organizuar PDK-ja dhe ata vendosin. Tash, ta është i duhuri për këtë moment, është vështirë të thuhet se kush është i duhuri, sepse në këtë moment Kosovës kena mungesë të madhe leadershipit. Situata vetvetiu ka kaluar në një gjendje, themi, nuk e di as çfarë lideri do të na dojë neve tani që dalim nga kjo situatë, sepse nuk është vetëm të PDK-ja, është përgjithësi të situata politike në Kosovë. Mungesa e leadershipit është shumë e madhe dhe tash si pasojë e kësaj ne kemi këtë situatë komplikuar e cila gati se ka dalë jashtë zgjidhjeve institucionale. Me që për ta mbyllur me PDK-n, çfarë prisni nga Wesley Clark që nis dëshmi në Hag? Unë besoj që vetë prania e Wesley Clarkit si dëshmitari i mbrojtjes dëshmon fort, edhe dëshmon edhe për kushtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse të gjithë ta zyrtar politik, ish politik, disa ndoshta edhe janë që kanë dëshmuar, ata duhet të dëshmojnë me dijen e qeverisë amerikane. Me siguri nuk janë kokë veti që vinë të dëshmojnë, kështu që besoj që kjo dëshmi e tina si dëshmi të gjithë të tjerë të cilët ishin pjesë, themi ajo koka e gjitha asaj faze të luftës, besoj që do t'jenë një ndihmesë e madhe që shpresoj që do të merret një vendim liru sa më shpejt. Zoti Klokoqi, Vjosa Osmani, presidentja, duket sikur ka një skenar që po e vendos zbatim tani në muajt e fundit të presidencës? Po kemi parë disa ndryshime, themi. Ka qenë një fazë kur unë mendua se është një ndarje, themi, apo që presidenca po i kryen detyrën e vet, po është e vërtet që një kohë ka ndryshuar.
qasja është shumë... Po zbret terren prap, apo po tenton me manovra politike për një tjetër mandat? Po shiko, me siguri ajo tenton që të ketë një mandat tjetër, është legjitime dhe ka të drejtë të tentoj atë. Tash në mënyra se si duhet të arritoj mandat, ne e dim që në fund duhet të ketë votat në Kuvendin e Republikës Kosovës. Po tash për momentin ne nuk po kemi vota për një qeveri edhe për një kryetar, president, themi. Kështu që si duket ajo është mënyrë aktive duke punuar, mi po e ardhmja afër do të tregoj, sepse mandati sa im duke ka një ndikon në mars, do të shohim ndoshta do të zbresë edhe në terrenin politik, të angazhohet direkt politikisht. Edhe diçka të fundit kam, tensionet janë të vazhdueshme me Serbinë. Tani sipas mediave në Beograd, ka akuza që një grup shqiptarësh kanë qelluar kundër forcave të tyre në kufi, ndërkohë që nga institucionet e Kosovës janë cilësuar dezinformata. Po, si paraqiten, si po mbyllet ky vit në veri, në gjykimin tuaj? Është ajo që thot Albin Kurti që e vendosi sovranitetin atje, pavarësisht se... Sovranitetin në Kosovë, Kosova është liruar në vitin 1999 dhe ka shpall pavarësi në vitin 2008. Do të thotë sovraniteti ka qenë gjithmonë, ndërsa problemet të ndryshme me bandat kriminale apo të përkrahura nga Serbia, ato kanë ekzistuar. Është vërtet se tash ato probleme janë më pak të dukshme mirë, po kur të shikojna çfarë kosto paguan Kosova për të pas këtë shtrirje të sovranitetit, siç e quajnë, sepse ai ishte gjithmonë aty, jemi në sankcione nga ose në masa, siç pëlqejnë të thonë, të Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërprer për zhvillu iniciativën për dialog strategjik. Do të thotë problemi i Kosovës është me Serbinë. Problem me serbët në Kosovë nuk kemi, sepse serbët në Kosovë janë pak. Do të thotë, ata janë, ne mund të thonë, manipuluar, janë dirigjuar nga Serbia, është çështje e tyre. Po problemi ynë me Serbinë nuk është zgjidhur në kuptimin se ne dialogu ka dështuar, themi deri tani, nuk ka pas qasje direkte, se problemet do të zgjidhen me Serbinë, apo probleme me Serbinë mund të zgjidhen vetëm në bashkëpunim me Bashkinë Ndërkombëtare, nuk mund të zgjidhem ne direkt me Serbinë. Ndërsa sa i përket provokimeve të tilla, dezinformatave të tilla, kjo është normale. Serbia gjithmonë ka tentuar të destabilizoj, themi, Kosovën, tenton vazhdimisht, do të tentoj vazhdimisht edhe në të ardhmen, përderisa elita njëjtë politike në Beograd është ajo e cila ka udhëhequr lutrat e viteve 90, kështu që nuk mund të presim ne ndryshim nga ajo politike e Beogradit, po ne duhet të jemi kujdesshëm që të kemi marrëdhënie të mira me bashkitë ndërkombëtare, sidomos me aleatë tanë të cilët na kanë ndihmuar që ta krijojmë shtetin e Kosovës dhe cilët besoj kanë edhe si qëllim na ndihmojnë që edhe ta ndërtojnë tutje dhe ta avancojnë përpara. Përderisa nuk i kemi marrëdhënie të mira me Bashkinë Ndërkombëtare, përderisa kjo situatë është sisoj, përderisa që një vit nuk kemi as qeveri të zgjedhur pas zgjedhur, përderisa luftojmë brenda për situatën politike, atëherë edhe dialogu me Serbinë apo zgjidhja probleme me Serbinë do të mbetet kështu si themi në një pozitë ku secili moment mund të ketë provokime të ndryshme të cilat mund të dezinformata e llojit të tillë, mirë po nuk besoj se është diçka e rrezikshme sa i përket sigurisë Republikës Kosovë në aspektin e përgjithshëm, mirë po provokime do të ketë, ka pas, do të ketë tarme përderisa nuk ndrohet diçka në Beograd. Zoti Klokoqi, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve. Faleminderit.